Përse është e nevojshme të bësh një vizitë tek dietologu? Ndoshta pesha juaj po bëhet e pamenaxhueshme, lodhja trupore gjithmonë të shoqëron, problemet mund të kesh me gjumin, me menaxhimin e stresit apo të ankthit, e gjithashtu probleme të tjera shëndetësore mund të jenë duke u shfaqur. Vizitat e dietologut do të ndihmojë që nëpërmjet interpretimit të ekzaminimeve të gjakut të shohim nëse kemi një problem vërtet shqetësues dhe nga ana tjetër të kuptojmë si është ndërtuar trupi jon. Nëpërmjet një aparati që bën madjet antropometrike ose të trupit, ne marrim një fletë e cila pasqyron të gjithë trupin tonë. Në vizitën që do të bëjmë së bashku në balancë, ju do të njihni më mirë trupin tuaj si është ndërtuar nëpërmjet aparatit që unë ju shpjegova, dhe po ashtu unë do t'ju njoh më mirë ju nëpërmjet një procesori që quhet kartela personale e pacientit apo e klientit në varësi të rastit. Kështu, në bazë të analizave të gjakut, në bazë të përgjigjeve tuaja të formularit dhe matjes që bëhet në aparat, unë krijoj dhe përpiloj regjimin e personalizuar për secilin prej jush. Kuptohet në bazë të nevojave që trupi juaj ka. Dhe kështu monitorojmë së bashku ndryshimet pozitive që do të ndodhin në trupin tuaj.